Atentati dështuar ndaj Mumin Efendiut në Nish. Në vitin 1943, qeveria serbe kishte organizuar një konferencë për dialog mes feve, në të cilin ishte ftuar edhe Mumin Efendiu bashkë me sekretarin e tij, Ramiz Efendiu. Por thuhet se në këtë mbledhje ka marrë pjesë edhe Mulla Emrullahu nga Nakushtaku i Kumanovës. Në këtë eveniment ka ndodhur një ngjarje shumë tronditëse. Tentohet që të vriten disa nga xhallarët pjesëmarrës, por derse në shënjesër të këtij komploti ka qenë Mumin Efendiu. Ja se si e përshkruan këtë ngjarje vajza Mumin Efendiut Refaitja. Baba im ka qenë në këtë konferencë, bashkë me sekretarin e tij Hafez Ramiz Paljevacin, i cili nuk ka qenë shumë i shkolluar, por ka qenë shumë i ndërvjellët dhe me përvojë. Gjatë kohës së konferencës, baba del nga salla për të shkuar në tualet, kalon një person përska i tij dhe ja lëshon një letër në dorë dhe largohet shpejt e shpejt. Baba kur e lexon letrën, e sheh se aty kishte qenë shkruar: "Të keni kujdes se priftërinjt që janë në këtë konferencë janë të angazhuar që ta mashtrojnë secilin nga një hoxh e t'i tharrasin në dhomat e hotelit se gjoja për bisedë, por në fakt kam për detyrë që t'i vrasin dhe që duhet të ndodhë në përfundim të konferencës. Edhe unë kam qenë i dhëruar, por nuk kam mundur me bën një krim të këtij tillë. Prandaj ju alarmoj që ta lëshoni konferencën para se të përfundojë." Babai me njerë e thirr nga salla Hafez Ramizin dhe ja tregon letrën. Ja jep letrën dhe urdhëron që me njëherë me veturën zyrtare që e kanë pasur në disponim si delegacion me shku në Beograd dhe me ia dorëzu kryeministit e me kërku llogari për këtë plan ogurzi. Ai shkon në Beograd dhe dorëzon letrën, por kryeministi nuk pranon se është plani i tyre, kurse Mumin Efendiu ja kishte shkruar edhe një letër tjetër kërcënuese kryeministit, se nëse ndodh diçka e tillë, shqiptarët nga gjithë Kosova dhe Shqipëria që në mëngjes kanë për ta sulmuar Nishin. Baba ishte kthyer sërish në sallë që mos të hetohej se çka është duke bërë. Të nesërmen, pak para përfundimit të konferencës, e lëshon konferencën bashkë me Hafez Ramizin. Duke shkuar te vetura, një person i afrohet shumë afër, por i kthyer nga ana tjetër. I thot në turqisht: "Çavër bashëna", domethënë kthej kokën. Dhe kur baba e shikon, ai e nxjerr revolën nga xhepi dhe tenton me gjuajt. Por baba reagon shpejt e ka për revolë dhe rrëzon në tokë. Baba ka pas një trup të lartë dhe shumë i fuqishëm ka qenë. Ai kur e sheh se revolën ja ka marr baba nga dora, çohet dhe ja mbath. Baba e hedh revolën në tokë dhe i thot Ramizit: "Eja të largojmë shpejt." Por Hafez Ramizi thot: "Po e marrim revolën se ndoshta na gjendet për rrugë." E futë revolën në brez dhe largohen nga Nishi.